A është e vërtet që mund të udhëtosh edhe pa shpenzuar shumë para? Ti mund të jetosh edhe me shumë pak lek, edhe me jashtëzakonisht shumë lek, varet nga cilësia. Zakonisht botës ti kthehesh 3 herë, flas një udhëtar, ose ka njerëz që udhtojnë dhe si u thotë gjë udhëtimi. Herën e parë unë kam udhëtuar kur s'kam pasur asnjë gjë. Domethënë nuk kam për ta harruar udhëtimin tim parë në Paris. Isha i ftuar në Strasburg në Këshillin e Europës, ata na dhanë një dietë që ishte shumë e mirë. I kurseva lekët e dietës dhe bleva një bilet treni për në Paris, pra Strasburg, Paris e kthim, dhe do rria në Paris 3 net. Vjeta në një hostel që kushtonte në atë kohë mbajmend $15 dhe kisha llogaritur lekët që të haja një sanduiç në drekë dhe një sanduiç me patate në darkë dhe 2 shishe ujë. Domethënë, kjo ishte e gjitha, po ndërkohë kisha harruar të llogarisja lekët për metron, se nuk e dija që duhet ishte. Duke harruar lekët për metron, mora një hartë Parisit dhe gjithë Parisin e bëra në këmbë.